ka ikur me polici për të marrë plaçka, laçka, çdo gjë. Ma largoj djalin. 20 vjet. 20 vjet pa parë dita. 20 vjet. Ta le amanet vllajve ku ulen te qivuri dhe qaj, ja dhe ras me zë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë jashtë Tiranës, sigurisht. Do të hap dritaren për një zonjë e cila quhet Ariana dhe do të reagoj sot këtu në live me Odetën pasi ka parë një video përpara disa ditëve ku ish shkunata e saj ka rrëfyer një histori. Dhe në fakt ka qenë zonja Flora e cila ka rrëfyer historinë e saj të trisht se si në një moshë fare të re humbi bashortin e saj dhe ishte bërë nën ku kishte një djalë të vogël. Ai u largua nga shtëpia e të ndjerit duke vazhduar jetën e saj, por kërkoi që djali të merrte pasurinë, të trashëgonte më saktë pasurinë e babait të tij të ndjer, por kishte hasur refuzim nga familja e ish-burrit. Dua në të momente të rikujtoj një klip të shkurtër, të jap një klip të shkurtër, të rikujtoj momentet kur Flora ka qenë këtu në live me Odetën, pasi pas pak do të hap dritaren për kunatën e saj, ish kunatën e saj, zonjën Ariana, e cila është duke na pritur dhe kërkon që të reagojë ditën e sotme. Burri mu ka vdekur, ka bërë aksident në Roskovec. Unë kisha një djale dhe i ka si gjithë të tjerat e babai, në 2-3 vjet, pastaj kam ikur në Greqi, më mori motra dhe sot kësaj dite jetoj në Greqi po me djalin. Edhe tani jam ngritur, dua të marr shtëpinë edhe tokën, gjithmonë pjesën e burrit. Unë kur i ka e kërkojta pjesën dhe më thanë që kur të rritet djali do t'ja japim vet djalit, jo tyja, se me mendimin që unë do martohesha dhe nuk donte që ta mirë dikush tjetër. Para 5 vjetësh që ishte djali 18 vjeç, kemi vajtur i kemi takuar bashkë me vllain ta në Roskovec, vjerin dhe vjerën. I thash kam ardhur t'u takoj dhe të më jepni atë që unë meritoj, thash, pjesën e burrit, jo tuaj, në kupton, gjithmonë bëhet fjalë për pjesën time. Do ta japim. I thash si do e bëjmë punën, thash tani që unë erdha bashkë me djalin, shkojmë në fier, firmosim, ju më jepni pjesën time dhe unë marr pjesën time, ju bëj ç'do doni dhe unë ç'do dua. Okej, vija 3 ditë rresht. Vija ditën e parë më thoshte Vjera që ka ik, Vjeri ka vajtur në fier. Vija ditën e dytë, ditën e tretë më gënjyem. Komunikoj me ata. Nuk i kam marrëdhënie të mirë. Domethënë gjatë gjithë kohës që mua më vdiq burri, u larguam, unë erdha në Greqi, desha të më bëni shumë gjëra ata. Për shembull, do të tregoj një rast. Vjen kjo në Berat, i thot babi tim do e marr çupun kështu, po merre thot babi. Kur vem në fier të takoj avokatin, po thot kjo mua po ti nga je? Ka Berati, thashun. E ti sa për sa ke ardhur këtu? Jo, i thashun. Ti tha je martuar dhe nuk do djalin? Jo, i thash, as jam martuar dhe djalin unë mos a doja, nuk e mirë me vete. Kjo tha kështu ka thënë. Kjo të ka thënë tash. Dola jashtë dhe ka papële shkokë vjerë. Do të thënë më ka përxyer nervat. Imagjino mua vdiq burri, do të më marrë djalin tim me zor mua. E dëgjuam këtë klip, momente të shkurtra kur Flora ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka treguar se si nuk mundet dot, sepse djalin e ka të rritur, nuk mundet dot që të marrë pasurinë e të ndjerit ish bashortit të saj. Ndërkohë që ish kunata Ariana është prekur shumë kur e ka dëgjuar këtë histori, këtë version nga ana e Florës dhe kërkon që ditën e sotme të reagojë, kështu që unë do hap dritaren dhe do ftoj më njëherë zonjën Ariana. Ariana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Roskovec. Si jeni ju? Mirë. Ju jeni kunata e Florës? Po, kunata e Florës. Ju kur keni para atë video kur Flora ka qenë live me mua, jeni bërë keq? Unë jam bërë keq se nuk janë të vërteta ato që ka thënë ajo. Pse? Asnjë gjë nuk është e vërtetë. Unë do ta nis nga fillimi. Kur ka vdekur vllai, para se të vise ajo në 2 vjet martese, tek mamaja ime ka jetuar 2 muaj, sepse vllai ishte në Greqi dhe jetonte te njerëzit e saj. Po. Unë kam shkuar mirë. Kam 2 kunata, 2 vëllezër, kam shkuar mirë se jam vajzë vetme. Nuk kam patur konflikte. Ajo mbyllesh në dhomë dhe nuk bënte asnjë punë, çdo vjerë mërzitet. Edhe rrinte e mbyllur. Kur ka vdekur vllai, kjo kanë qenë martuar, po kanë qenë në gjendje civile. Kur ka vdekur vllai, kur ka marrë babi certifikatën e vdekjes, këta kanë qenë veç babit dhe mamit. Kanë qenë një vogël i shtëpisë.
ky. Edhe kur ka vdekur, ka patur vllai një orë vllai që ka vdekur, edhe për këtë orën ka bërë llafe vllai im, donte që ta kishte kujtim. Edhe kjo e mori orën dhe e fsheu. Tani ka ikur me polici për të marrë plaçka, laçka, çdo gjë, se nuk I tregoi të vërteta gjërat ajo. Por pse arritët deri në këtë pikë dashur Ariana që Ja, të them una. Edhe unë tani I ka marrë me plaçka dhe kur është bërë 40 ka ardhur vetëm te Varrezet. Babi me mami në qanin sepse ka ikur vllai 25, jo 27 si thot ajo. 25 vjeç edhe I ka thënë babi, unë kam një çup. Edhe po do rish jetosh me ne, me djalin të arrisim ne, jo të mbajmë djalin ne ti kështi. E tash Ariana, më lejon të ndërpres pak? Po. Vllai juaj I ndjer është larguar nga kjo jetë 25 vjeç, shumë I ri, e dhimbshme. E ka mbushur 25 në nëndor, në 26 nëndor, në 20 nëndor ka mbushur 25 dhe kishte hyrë për 26 dhe ka vdekur në janar, në 13 janar. Por Flora ka qenë më e vogël. Ka qenë e vogël, ja të them unë ty, edhe iku edhe kam ndetur 3-4 muaj mos të gënjej, më dilte vllai në ëndër, më thoshte djali. Vija jetonin se nga Mbolani ikën me shtëpi prindrit e kësaj në Çiflik të Beratit, kush e merr poshnja, kush I merr mos të gënjej këto se nuk I di mirë këto fshatët. Ka marrë makinë dispozicion edhe kam vajtur e kam kërkuar djalin, unë kam qenë ajo buçe që kam kërkuar djalin. Jo, pse e përdor, Ariana? Flora ishte martuar në Berat me një tjetër njeri. Edhe nuk ma jepnin çunin, edhe vajta prap I thash e kemi martuar, thanë ata nuk ta japin çunin, thash po mder vllai në ëndër bile të vesh te Varrezet kam çuar statuja Kalamaqësh. Se kam shkuar shumë edhe me Lolën edhe me vllan, jashtë mase. I thash, I thoni Lolës të vi të nesërme të marrë djalin, më lajmëruan, më thanë hajde do marrësh djalin të nesërme. E ka lënë vllai im 1 vjeç e gjysmë. 3 vjet e gjysmë Odeta kam qenë buçe për atë djalë, Emeria, e çoja, Emeria dhe Lolën, se Lola I thoni shqim shkurt, Emeria këtu në shpitime, e çoja te Varrezet, e çoja te mami, me vllan nuk kam patur kontakt sepse kam bërë debate tërkohën për djalin, që kam qenë buçe për djalin, me kuptimin që për ta ndjekur. Kjo tani iku në Greqi, punë e saj, jetë e saj, edhe e let djalin në Berat tek e motra, jo te prindrit. Vija Emeria 3 vjet e gjys derisa vajti 5 vjeç. Më të vajtur 5 vjeç, nuk kam kontakt me vite, s'kam lënë, pa e kërkuar, nuk ka shanse. Këto 5-6 vjet është lidhur me çupën time të Greqisë, edhe I thoshja më gjeni anën e djalit, vjen në Shqipëri, asnjëherë nuk kam patur kontakt me djalin, ma largoj djalin. Kurse sa për mamin dhe babin, o vllan, vllai im asnjëherë nuk ka ikur që t'i rrëmbej djalin, asnjëherë. Edhe kur e ka marrën këtu shpitime, vetëm e ja çoja vllajt atje takonte, e kam mbajtur, e kam sëruar shpitime. Asnjëherë edhe mami që ka vajtur te noteria, vajti këtu, vajti nuk ka shanse. Mama e ime që kur ka vdekur vllai nuk ka dalë nga shtëpia. Asnjëherë. Edhe tokën I ka thënë babi, mamin e kam si kokë remollës, nuk e kam të sëmur, ishte bombardim rere, nuk e di se si ka informuar njerëzit, vllai im ka 2 çuna, nuk ka 3 çuna, ka 2. Mirë, okej, mund të bërë nga të rime Flora. Unë kisha qep, bile e ka marrë dhe në telefon, I thash nuk kam sharty, jo, trego të vërtetën. Babi I ka thënë kur ka qenë gjallë, çdo gjë që I takon është e djalit, të rritë djali e ke pasurin të ende. Unë Florën e ka marrë në telefon dhe I thash, nuk kishe të drejtë gazetaria, të vije shpinë e di shumë mirë, dera haptesh, të vije kur të doje, ikje kur të doje, vetëm gënjeshtra mos gënje. Jo janë njerëz kështu, jo I bën babi kështu, jo e rrite, jo këto gjëra, jo kot budalleqe.
E dashur Ariana, unë dua të pyes, ti po ma tregon në filmin e nise nga momenti që vllai bëri aksident. Dua të pyes, ku ndodhi aksidenti? Se keni humbur një vlla shumë të ri në moshë dhe kjo është fatkeqësi shumë e madhe. Ai kreu aksident në zonën e Fierit ku jetonte? Në Strum. Edhe kur më dilte në ëndër, Odeta më thoshte djali. Edhe nga jo më vjen inat sepse 3 vjet e gjys e kam rritur vetë. 3 vjet e gjys deri 5 vjeç vllan, çunin e vllajt. 3 vjet e gjysëm. Që e merja ikja në Berat, s'kisha lek, e merja e mbaja në të parë këtu, edhe nusen e kam mbajtur. Kur e merja të dy, se u nda pasaj me atë që ishte në Berat, se nuk ja donte djalin, nuk jam në atë prizëm se ka jetën e saj, e re, po më largoj djalin mua që ka shkuar mirë me mua. E dashur Ariana, por çfarë ndodhi? Se ti më tregove që Flora nuk ka pasur marrëdhënie të mirë me nënën tuaj, që kur u martua. Nikte donte të rrinte tek njerëzit e saj, nuk jetonte, edhe për mos bërë, sepse rrinte e mbyllur edhe mama ime ka akses në gjërat edhe rrinte mbyllur, nuk ashtu dhe vllai e çonte andej për mos bërë debate, kur vinte vllai jetonin të dy. Në 2 vjet, 2 muaj ka ndetur te mama ime. Por ndalemi ka ndetur për kohën te prindit e saj, ka qëndruar te prindit e saj, e kuptoj. Prindit i kishte punë të mirë. Asnjëherë dhe kur kam vajtur e kam çuar maman, e kam çuar vetë maman dhe i kam thënë mamas nuk do zihesh me krushkun, shumë njerëz të mirë, kam respekt, edhe i kam thënë kam ardhur zere sikur ka ardhur vllai im ta marri në të parë. Kam patur shumë respekt dhe i kam ndjekur 3 vjet e gjysëm, ndaç motrën, ndaç jatin, ndaç jemën. Nuk kam patur dhe më vjen inat se ma largoj vetëm, më largoj çunin. Nuk jam tek ajo për shtëpi, për pasuri, nuk dua ta di. Ti marri të tërë, as më intereson, po vetëm djalin ma largoj mua. E qartë, kuptoj. Ai është nipi i vllait tuaj, ju atë keni tashmë dhe më vjen keq që jeni larguar. Po, ja, e kam vllan me djalin që e ka lënë 1 vjet e gjys dhe e arriti motra 3 vjet e gjys. Ja, kur kam. E ruani ato foto prej shumë vitesh. E kam dhe fotot e Lolës e i kam brenda, i kam asnjëherë, e kam kërkuar se s'dit përdo, se tani kanë dalë, e kam kërkuar bile, e ka qenë ajo, doja ta kërkoja në çdo vend, në Facebook, në kështu, nuk dilte. Këto 5-6 vjet ka dalë që del në Facebook ajo, nuk ka shanse t'i gjeja emrin, qa emri kishte djali, qa emri kishte ajo, edhe kur e kam marrë, që e kam dëgjuar në televizor, më tha një në Roskovec tu, edhe ma kërkuan çupat edhe e mora në telefon, thosh, Lola, pasaj më kishte marrë vetë, më thashëm Lola nuk e treguar realen, ku je në Shqipëri, jo jam në Greqi. Mirë nena që nga e keqe, vjeri, po kjo Ariana që 3 vjet e gjys që e kisha e konsideroja si motër. Nuk të kam folur keq për ty, tha ajo, më largove djalin. Jo frym të keq djalit, ka shi hallës. Se nuk jam sill asnjëherë harbuçe. E dashur Ariana, por ndalemi te momenti që vllai vdiq dhe çfarë ndodhi mes Florës dhe prindërve të tu? Sa aty ka nisur konflikti? Aty lindi konflikti kur vdiq vllai, vetëm për që ka bërë debate me vllan tim për 1 orë që donte vllai im ta kishte kujtim atë orën e vllait, edhe unazë martesës, kur e ka pru vllan tim të vdekur, unazën nuk i mbante unazat vllai im, edhe i thot një gege që verja unazën në gisht donte t'i mbante vetë. Edhe mirë orën nuk e vuri, edhe i thot vllai, dua orën ta kem kujtim, nuk donte ta ite për këtë ka bërë konflikt me tim vlla për 1 orë, jo për mamin dhe babin. Pastaj qa bëri ajo, lajmëroi njerëzit e saj dhe mori policin e prui në shtëpi. Ditën që do nrihesh me iti, ajo ka ikur me polici. Për çfarë thënë policin? I hodhi dhe plaçkat e vllait në mërdhe, policin që ja më rekunati kot.
do të merrte plaçkën ja ku e ketha babi, mua miku djali 25 vjeç, unë i tha krushku të mlodhën të tërë atij tisi, daint unë i kisha atij, ajo thot nuk shkonte me këtë, nuk shkonte me atë, jo bualle që kështu ja. Mamaja ime ka ikur rrëmbyer, po nuk donin babin, edhe një daj nuk e qaste në shtëpi, kishte vite, ishte betuar edhe ai daj ka qenë atje, jo, nuk e qasin tërë fisi, si thot, si mendon ajo, jo, kështu, po kështu, jo këto gjëra. E dashur Ariana. Edhe erdhi puna me polici, edhe kur erdhi në 40-at, pasaj ka ardhur me polici se më e vriste vllai im, jo vllai im s'ka pse ndryj, edhe jo e mori çunin, jo. Ai vllai im e ka shtëpinë më vete, mami me babin ishin më vete, dhe kjo më vete në gjendje civile më vete. Por mami me babin ka qenë veç. E kuptoj, kanë qenë të ndarë në trunk, më fal, Flora ka qenë me burrin edhe të ndjerin dhe me djalin e saj. Po, ndërsa prindrit që thot ajo, jo. Kanë qenë veç, e kishin kur vete babi më erë certifikatën e vdekjes, është habitur që çne djali vogël të ndahet veç, ishin veç ata. Por edhe për shtëpi, gjithsesi, unë për shtëpi për tokë, babi im për shtëpi për tokë, edhe mamaja asnjëherë nuk i ka penguar atë. Kanë thënë vetëm për djalin pse nuk ma bini. Pse nuk ma bini djalin, vetëm për djalin babi im është bërë me maman. Kanë jetuar vetëm, nuk kanë jetuar me vllan tjetër. Ariana, ti më tregove që Flora ka ikur me polici nga shtëpia dhe në fakt është e dhimbshme ditën e varrimit të vi policia, ndërkohë që kishte humbur njeriu më të shtrenjtë, dhe po më tregon që edhe për 40-at ajo ka ardhur me polici. Por më pas ju i shkëputët kontaktet? Prindit e tu i shkëputën kontaktet me Florën? Unë jo, kam çuar dhe mamin atje, jo, unë jo. 3 vjet e gjysmë unë jo. Pasaj, ajo iku në Greqi, e mori çunin e latë ke motra në Berak, nga çifliku që e hoqi nga prindrit, e çojnë çiflik, e kam kërkuar, e gjeta anën ku e kishte lënë dhe kam mbajtur tek tezja, tek e motre, te teze çunit, atje vija e merja dhe e çoja. Malinin me ditë, do ta mbash kaq, mira e çoj, ai s'donte tipi hallet, thoshte jam më mirë këtu. E kam mbajtur 3 vjet e gjysmë. E merja e çoja. E dashur Ariana, për të qenë transparente, sepse Flora e ka bërë këtë denoncim kundër familjes tuaj, ku ka qenë nuse në shtëpinë tuaj. Ajo ka treguar se pas vdekjes së burrit, kur ajo ishte larguar nga shtëpia juaj, nëna juaj, Viera, e ka thërritur në një noter për të firmosur dhe për t'i marrë djalin. Jo. Mami im nuk ka dal, ajo nuk vjen të unë të rinj një natë që kur ka vdekur vllai dhe t'ishte nen edhe babi. Më la djali vogël iku, i thon 3 veta pe një shtëpie e shhelëm, edhe nuk u bashkuan as me vllan, edhe kanë jetuar vetëm dhe mami sot jeton vetëm. E mora këtu ta mbaja vetë, mos të rri vetëm, edhe nuk ka shanse, nuk e le shtëpinë, as noter di mama ime asgjë. Por si ajo e shpiku të gjithë këtë histori? Mami nuk e di fare, nuk di gjë fare, se ky shesh puna, ky shtek. Edhe kur kishte vajtur ja kishte çuar djalin, nuk ishte me vllan, se unë i njoh vëllezrit, edhe vllai i njoh vëllezrit, ajo bashkëton me tjetër njeri, punë e saj, jetë e saj, nuk ishte me vllan ajo që vajti atje, edhe vlla, prandaj nuk i foli vllai im. Nuk ishte me vllan, ishte me tjetër njeri dhe mbi emrin e ka mbajtur vetëm për të marrë pronën. Si takon çuni do t'i marri, nuk i mban njeri. Jo me qëra, babi im 2 tokat i ka dhënë, e ka marrë në telefon, e ka dërguar selam kur është bërë viti për të paguar në 1 lek për qivurin, e tha nuk dua të pagoj lek dhe babi tokën e ka dhënë, e ka shitur një tokë edhe i bëri qivurin vllait. Ajo tha nuk dua ta dita për qivurin. E ka lajmëruar babi për qivurin në vit, nuk erdhën me, u larguan. Flora ka treguar që sa herë që vjen në Shqipëri me djalin vjen te Varrezat tek Indjeri. Mund të vej, nuk e di vete as vete te Varrezat, ne nuk bëhemi xheloz sepse vete pse s'vete, se është gjuna të thuash, nuk kam se bëhem xheloze dhe i kam thënë kur vjen në Shqipëri pse s'vjet më takosh. Atje vek sa herë të doj, nuk e ndalon njeri dhe nuk jemi xheloze neve as tim vlla, sepse vllai imi ka jetë, unë dua ta di, Odeta jam plot,
i kanë fëmijët si do Perëndia. Më vjen mirë. Nuk më intereson, atë vetëm çunin më largoj. Por E Ariana, çuni më ka mall, ta shikoj ka 20 vjet pa e parë. më vjen keq sinqerisht. Si shkëpute kontaktet me Nipçën? Kam 20 vjet, ma largoje dita. Që ja kam thënë telefon, ma largove djalit. 20 vjet. Që e ditë të Roskoveci që unë e merja qunin të tërt lagjes pyesësh. Këtuja që e merja e mbaja këtu. Kisha e mbaja këtu i toshe. Dashu Ariana, ti 20 vjet. duhet ta mirëkuptoshe, edhe zonjë Flora, ajo do largohej për një të ardhme më të mirë jashtë vendit, por kontaktet si humbët. Jo, nuk jam, ka jetën e saj, bën çfarë të doj, po çuni komunikim në telefon, kështu. Kjo është ajo, dita, jo se jam, ka jetën e saj, e re nuk jam, kam shkuar jashtë mase, kam respekt, sepse më ka rritur gjakun tim, edhe ka djalin e saj, edhe gjaku im. Por çfarë ndodhi? Flora e mori me vete djalin në Greqi dhe ju humbët kontaktet? E mori në Greqi edhe nuk komunikoj me mua. Por ju, Edhe te mami kur erdhi te mami, s'erdhi që të takonte, i kam thënë, se mua un kam 5 vjet që më ka vdekur burri, ngushëllime, 5 vjet. ngushëllime. Faleminderit. Edhe i thash, edhe burrin që kam patur nuk ka qenë që pse e more qyshtet, jo. Unë edhe i kam thënë, ku ka qenë në Greqi, në do ta lesh djalin te unë ta mbaj motra, i kam thënë. Unë i kam thënë vetë. Qofse ti nuk ka shu ta mban motra, do ta mbaj unë, thashun ta rris, isha 3 çupa dhe një djalë. E thash ta rris se kam të vllajt, do ta rris, kurse mamaja me babi nuk i kanë thënë ashtu, unë i kam thënë. Do ta rris una, qofse ke bezdi ta marrësh me vete, unë i kam thënë. Ariana, unë dua të rregojmë transparente. Flora nuk ka thënë asnjë fjalë për ty. Pra, të gjithë problemi që e ka ngritur me nënën dhe babain të ndjerë babain tuaj dhe me vllajin tuaj, duke pretenduar që pasurinë që ajo i takon nga burri edhe djalit nuk e ka marrë dot. Dhe realisht kanë kaluar kaq shumë vite, pse nuk ja jepni atë pjesë që meriton? Djali është rritur, është bërë burr. Si kemi penguar ne atë. Ne nuk e kemi penguar, ajo ka ardhur kur ka ardhur njerë kur ka qenë i vogël edhe i tha babi, hajde, të rritet djali, hajde mere, bëj çfarë të duash. Asnjëherë se ka penguar njeri atë për tokën sepse ja ka dhënë shteti vllajt tim. Po, dhe e ka pjesë të ish burrit. Nuk ka ardhur ai, s'ka puna jo me xhaxhallarët ka shtëpinë e tyre, edhe me kushurin nuk ka punë, se qyshtet. Ajo ka punë me vllan tim e me maman time. Por atje vinë të thoshte, unë të kam vrupa 1000 herë, se më ka ikur burri, me respekt, me kështu, jo të vija, jo ka para 6 vjetësh, u fshe babi im nuk u fshe. E priti me orë, i tha do vitë nesërme në filan orë dhe nuk i erdi, e gjinjeu. Ariana, jo, Flora ka treguar që... Edhe nuk e pruri, nuk pruri çunina, pruri njëri tjetër ajo. Erdi dhe me një burr tjetër dhe me një djalë tjetër, nuk erdi me çunin ajo. Nuk erdi me çunina. E dashur Ariana, Flora ka treguar që prej disa vitesh ka marrë dhe një avokat për të marrë pronën që i takon dhe nuk mundet dot ta marri. Mami nuk ka tapi, mami ka pronësi toke që e ka në ngarkim në emrin e mamit. Po, është tjetër gjë ajo. Është në emrin e mamit. Kurse shtëpia nuk kanë ardhur dokumentat e shtëpisë, i ka hedhur mami ime dhe babi kanë jetuar me çupën time të madhe, se unë kam qenë martuar, sa ka qenë çupa 4 muajshe. Edhe ma ka rritur mami me babi dhe shkollë me të tëra, ma ka ndjekur ata se që ka jetuar atje dhe Lola e di shumë që ka qenë çupa ime atje, e mbanin çupën time vllai. Edhe të tëra taksa, të tëra që janë, që janë, i bën çupa ime, tani çupa ime është 33 vjeçe dhe është martuar, është në Belgjik. Po pra, kjo nuk ka lidhje. Ne po flasim për pasurinë e të ndjerit të vllajt tuaj, që sot takon të birit të tij, i cili është 19 vjeç, Nipçja, mos gaboj me moshën. Jo, të nxjerr muhabetin e shtëpisë, beri dokumentat për të hedhur, sepse kanë qenë toka kështu ato për të berë, por nuk ka ardhur përgjigje nga Tirana e shtëpive. Kurse për tapi, mami nuk ka tapi toke, është vetëm ajo certifika, pronësia që i ka dhënë bashkia.
Nuk i ka bërë akoma për tapin, që të marri tapin. Prandaj nuk dalin. E dashur Ariana, Është vetëm dhe bashkë. po flas shumë hapur dhe shumë sinqerisht me ty. Unë mendoj që në një familje të tillë ku të ka vdekur vllai, nusja ka ikur dhe kërkoni t'ja jepni pronën e vllait të ndjer të birit të tij, unë mendoj që i jepet ajo pronë, e thërret nipin dhe i thuaj kjo është prona, këto janë kufijt, kjo është toka jote e babait, ta gëzosh dhe dokumentat të dalin kur të dalin. Mendoj unë. Deta, ajo nuk vjen të sqarohet me motre që thot më nxori këtu se po ta nxirte mama e ime nga shtëpia atë, nuk e qaste te lesa, jo ta qaste në obor. Kur erdhi me tjerë, s'ka pun xhaxhaj, edhe çuni xhaxhaj që komunikon ajo tani këto vite me ata, sepse ata s'duan ta dinë se qyshte. Ne që jemi pjesëtar të shtëpisë të vit të komunikoj, ajo nuk vjen të komunikoj me ne, me vllain tim. Të komunikoj me mua, me maman, thoj, hajde këtu në halli këtu, unë e kam të djalë këtu, po jo, mama ime nuk e ka dhënë tokë me qëra që thot ajo si bleu një çokoladë, si bleu një kështu. Tokat janë çajire, nuk i punon njerime. Që thot ajo se si... Ky është muhabeti, që i vjen vllai tim i natë, thot, s'pun ka ajo me xhaxhan, kur unë jam këtu, jam unë gjallë këtu, që e ka lënë vllai im gjakun tim këtu. E të vi, ajo nuk vjen, ajo vjen me njes të huaj në shtëpitë mamas time, nuk thërret tim vlla aty ajo kur vjen. E kupton ti se është plak, jo, hajde sqaro këtu, edhe ne nuk jemi kafshë, jemi njerëz. E qartë, Ariana, unë nuk dua ta mbroj fare Florën, por duke ditur që Florën se kemi këtu. Jo, s'është përmbrojtje, nuk është përmbrojtje, s'ka puna e vinte, e thoshte o Altin, këtu, është bërë që është bërë, unë këtu. Jo të vjellja të thoj që ma mori kunati djalin në mua, ma rëmbeu, erdi baba ime me, jo, vlla im nuk i ka bërë këto gjëra kështu. Erdi vllai pardiem, po qante, tha, çam kanë nxjerr kështu, tha ai, bile nuk e di të ka marrë telefon apo jo. Nuk jam lidhur, nuk do të marrë telefon. Dhe ka folur me stafin tim, por unë nuk jam lidhur ende Ariana me vllain tuaj. E dash Ariana, por nëse Flora... Se tishi... Flora pretendon që ka... Po tishi ma shumë, nuk të merrnim në telefon ty e të thoshim që... Patjetër, e kuptoj dhe unë të falenderoj që more dhe ju përgjigje edhe Florës duke sqaruar gjithë situatën në versionin tuaj. E dash Ariana, por dua të them dhe diçka. Djalin, këne i fshen djalin, këte i vjen vllai tim, mamas time i vjen i natë. Pse e fshen djalin, pse i jep gjëra që s'janë, që i thot gjëra që nuk janë të vërteta. Djali sot sa vjeç është? Nipi sar sot, 19 vjeç? Nipi, sa vjeç është? 25. Është 25 vjeç Nipi. 25. Është moshë madhore. 20 vjet ka mund pa e parë se 5 vjet, 3 vjet e gjysë ja kam rritur unë, e la 1 vjet e gjysë vllai. Por në momenti kur djali ishte 5 vjeç dhe nëna e mori me vete në Greqi dhe ju humbët kontaktet, ti e kërkove, shkove te njerëzit e Florës për të gjetur një numër të... Kërkova nuk gjendeshin, edhe isha do vija te gazetaria tek ajo njerëz të humbur. Po, kam kontaktuar, po nuk kishe adres ku do drejtohesha, te adresat, sepse nuk xhirte as Facebook ajo, as emër, as gjë, qyshte këto 5 vjet parë që po del në Facebook me emrin e saj. Ariana, e kuptoj që Flora ka qenë në Greqi dhe ti nuk e gjeje dot, por tek njerëzit e Florës nuk vije dot në Çiflik për të pyetur? Kam pyetur, kishin ikur nga Çifliku, kam vajtur te shtëpia ku jetonin, kishin ikur dhe kishin vajtur këtej nga poshtja ku ishin, edhe i kishte vdekur një dhe nuk i gjeja dot adresën. Kishin ikur nga ato shtëpi ku vija unë gjithmonë. Kurse te ke motra nuk i mbaja mend pallatet këto unë. Atje nuk mos gjinej kot, vetëm kërkova, po kishin vdekur prindrit. Ariana, ti para 5 viteve ke parë fotografinë e Nipit të rritur, je lidhur me ishnusën e vllait, Florën, dhe çfarë të tha? Nuk e pyete pse ma ke ndar djalin kaq vite kur u lidhe në Facebook? Jo. Kam folur pardije unë, jo, para 5 vjetësh. Nuk kam folur unë me Florën. Se për herë të parë me Florën ti ke folur pas 20 viteve tani? Po, kam folur kur kam dëgjuar këte,
Edhe i thash çupave ma gjeni çik anën e Odetës të kontaktoj kur më ka marrë vetë, sepse kishte vajtë, i kishte thënë çupës në Greqi, dua numrin e mamit, po bën mos të gënjej para një muaj e gjysa, një muaj mos gënjej më thot çupe Greqisë, o ma, Lola do numrin tënd. Ut ke qenë mamaja, thash una. Më ka marrë malli për çuni, thash unë jepja të ke qenë mamaja. Prit se më merte në telefon, nuk më merte. Prit se më tha mua, o ma, më mori Lola, më kërcënoj, më tha e zun hakat e mia, gjyshin tha që vdiq. Po ti numrin e mamit, ta dhash për punët e mia. Nuk më mori mua në telefon. Më thot çupa, më duket tha do të çoj të jeni të çobani, jo të jeni të më çoj të çoj ku të doj, thash unë do të tregoj siç është e vërteta. Kur më thot mua jo një e lagjes tuar janë nuse vllajten të Kodeta. Gje në YouTube, se unë s'diti përdor se nga jam punë në një lokal edhe nuk dua me halle me strese kështu. Ma gjenë çupat mua edhe jam habitur. Kur unë sa e dëgjoj kështu, po bën 3 ditë po bën, kam 3 ditë më kishte marrë në telefon, po unë njëherë më kap internet, njësë më kap dhe isha ora 2 do ik jam punë. Kur vete unë 3 thirrje, ati e marrë te puna. I thash mo jo Lola qa bën qysh dukesh, e mora me vesh, pastaj thash do të marrë me kamër se kam motra 20 vjet nuk të kam parë me sy. Dhe më vjen mirë. Për atë zot lartë, për shpirt babi se t'gjinjej, e ka marrë në telefon, fola më tha mua dua, i thash shiko, më nxirr djalin, thash ta shikoj një herë, thash unë, vetëm për djalin. Për të tjerat nuk më intereson shtëpia dhe katandia, vetëm çuni, unë jam plot. Unë po pa unë do ketë dhe djali. Jam ka il të jap të shtëpinë, vetëm të më nxjerrësh një herë djalin, nuk ma nxori Odeta. Por pse, me çfarë motivi nuk ta nxori? Nuk të lidh dot me mamin. Nuk do të lidh me mamin, thash, hajde në Shqipëri të lidhesh. Hajde këtu të dhafosemi bashkë, thash unë si grua me gruan. Ta mem si kur kam vëllain gjallë. Ajo të mori në telefon për të lidhur me ish vjerrën, me nënën tuaj, për tokën. Me ish vjerrën, jo të më nxjerri djalin, nuk më ka marrë me në telefon dhe nuk e bezdis, nuk më ka marrë që të ja, ku e ke nipin. E dashur, Ariana, të ka marrë malli kaq shumë për nipin? 20 vjet se e sikur. 20 vjet pa parë Odeta, 20 vjet. Që ta rrizësh vetë 3 vjet e gjysmë, ta le amanet vllai dhe kur ishte vllai në Greqi, më thoshte mua shiko djalin, se kam shkuar shumë me atë vlla. Me atë vlla kam shkuar shumë. Por Edhe me Lolën, e merja qatë haja unë do hanë dhe vinte këtu. Kam shkuar jashtë masë. nëpërmjet rrjeteve sociale, vajzat ta kanë treguar foton, e ke parë foton e tij të paktën? Jo. Nuk e ke parë fare? Nuk e kam takuar, jo, vetëm çupe Greqisë më tha e takova një herë, ma ka mall, thash ta shikoj një herë ta takoj. E ti te vllajt atje te varri që se kur vete te varrezet, vetëm shpirti ma ndi, kulen te qivuri dhe qaj, ja dhe ras me zë. E dhimbshme të Se mi kujri. Edhe i tash Lolës, jo nuk kam shartë, jo Lola tregoj gjerat reale, jo me gënjeshtra, tregoj si që janë vërteta. Edhe babi me mami nga jo kanë ndetur veç që s'duan të bashkohen me vllain. E dashur Ariana, e kuptoj që ke një mall shumë të madh për nipin, sa nuk të intereson pasuria dhe realisht njerëzit që kanë zemër, kështu duhet i trajtojnë çështjet që dashuria dhe njeriu është kryesori dhe pastaj vjen pasuria. Por vajza juaj është lidhur me nipin përpara disa viteve. Ishte ai që e kërkoi gjakun e vet? Jo, e kërkoj çupa vetëm për mua se qaja unë ditë natë thosha kur do ta shikoj një herë çuni. Kish për mall, ajo e kërkoj. Ajo u lidh me çunin, gjeti çuni Xhaxhajt në fillim se jeton në Athinë, ai e gjeti dhe e lidhi me çupën. Ai e gjeti. Dhe ai pranoi. I thosha unë gjet, ke që motra gjeti. E gjeti, po nuk kam foto që ta shikoj. Në momentin që vajza juaj i shkruajti Kushuririt, djalit të Dajës, ai e pranoi ftesën, nuk refuzoi.
Shiko, nuk e di se qysh u lidhen, po e di që u takuan, po se me anë telefonit, se qysh nuk e di, mos të gjenjej kot. Ç'rëndësi rëndësi ka, ata u takuan, ai nuk e refuzoi kushërinë e vet, dhe ka qenë një takim besoj që duhet të vazhdonte në ditët në vijim. Pse nuk vazhdoi më? E largoi ajo, nuk e di, sepse çupat e mia kanë qenë të vogla atëre, dhe nuk e mbajnë mend se kanë qenë vegjël, po e largoi ajo. I largoi ajo. Nuk e se nuk duam neve. I largoj ajo, as në telefon, as kështu jo. Sepse ai sot është 25 vjeç, është në moshë madhore dhe besoj që 25. Vendos vetë për veten e vet, nuk do pyesi nënën. A të takoj kushërirën apo hallën apo gjyshen. Doja ta kërkoja tani doja ta kërkoja. Jemi të dyja së bashku dhe mund ta kërkosh. Nëse Nipi do të ndiqte, çfarë do i thoshe sot? Ai mbase nuk të mban mend fare. Çfarë do t'i thoshe? Çfarë do t'i thoshe? Se i thonë, zere si kur e kam vllain gjallë, i thonë Odeta. Zere si kur e kam vllain gjallë. Edhe Lolës i kam thënë të kam motër 1000 herë dhe kur e merja këtu, e merja e puthja e beja. Gëzonte vllai dilte në endë, gëzonte që i merja të dy këtu në shtëpi. E di shumë mirë Lola. Edhe i vija te varrezet me Lolën. Por ndalemi, se pika jote e dobët është Nipi. Ke një mesazh për Nipin tënd? Kam kështu mall edhe dua ta takoj. Të paktën të më dalin telefon të flas. Unë të takoj të ke mall se mase nuk vin dot se janë në punë, mos ashtu. Edhe i thash dhe Lolës po erdhet të takoheni. Ta shikoja një herë se si është rritur dhe se si është verë. Unë uroj dhe shpresoj që këtu në këtë live Nipi juaj të dëgjoj, të reagoj dhe të telefonoj, sepse kuptoj që ke një mall shumë të madh për të. E dashur Ariana, Ky është ajo, ai mesazhi im, ta shikoj edhe ti dëgjoj një herë zerin, ngjan vllai tim. Se e kam patur vllai, ma fali Zot, ma mori Perëndia. Fatkeqësirat e jetës. Por nuk dua të qarë, sepse ndjem dhe unë keq. Edhe Lola para 3 ditësh kur i thash për çunin duhet të dilte, e thoshte ja ku e ke Nipin këtu ja. Ja ku e ke Nipin, se pasuria nuk është gjë. Sot është nesër s'esh. Është njeriu në radhë pa. E vërtet. Ariana, ne na lidhi bashk Flora dhe ti hyre në këtë live për të përgjigjur Florës dhe për të treguar versionin tënd, duke mohuar gjithçka që Flora ka thënë para disa ditëve në live me Odetën. Por vetë Florës, çfarë do i thuash? Çfarë mesazhi do i përcjellësh, sepse jam i sigurt që Flora do na ndjeki. Florë, kam patur respekt, kam të vit, dera e shhap, sa herë të doj tiki kur të doj, me Ariana nuk ja kam thënë, edhe s'ka punë as në gjykata as gjë, vit të kontaktoj me mua njeri për jashtë as e nxjerr. Kam shumë respekt, nuk e hedh respektin poshtë, sepse e ka qenë, nuk është se la vllaim për çështje ndonjë gjëra i ndau Zoti, i ndau Zot. E vërtet. Ky është. Këtë kam. Të vi sa herë të doj në Shqipëri, dera e shhapt. Ndërkohë, nëna juaj që është në moshë, e di që Flora... Mami është si kokë mollës, nuk është e smur, se i thonë që është e smur. Është lëviz ben, nuk është e smur, është mirë, edhe me vllana jo, tjetë vllai im nuk është, i ka çunat i ka mirë, 2 çuna ka nuk ka 3, se mos marri mendjen e tjerëve. Mirë, okay. Të vi të kontaktoj njëri nga jashtë, nga shtëpia nuk e nxjerr. Pra, mesazhi që ti përcjell për Florën është që jeni të gatshëm ta prisni, dera është e hapur dhe pasurinë që meriton Nipi e ka aty dhe të vi ta marri. E ka të tin, e ka të djalit të vi të kontaktoj nga biri çunit, flasin, bëjmë të jemi edhe ne kështu, jo largo çunin me frym të keq, kur si kemi bërë gjë. Si kemi bërë gjë. Frym të keq. Jo. E qartë. Unë fëmijët i ka mirë, i ka mja shtetit, i thash nuk më mungon asgjë, edhe mund të ndihmoj
ngelesh klik të ndihmoj, vetë punoj, se shty orën se gjenjeje. Kështu nuk jashtë 3 dorë njeriu të ndihmoj. Bravo, më vjen mirë që dëgjoj. Fjalë të tilla. Mirë, Ariana, unë të falenderoj që reagove, hyre në këtë live, do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, uroj që të gjeni gjuhën e përbashkët me Florën, sido që të jetë ajo humbi bashkëshortin dhe sot gjithë jetën le të themi ja dedikoj të birit të saj dhe urojmë atë që ajo meriton ta marri dhe ju të takojeni sa më shpejt me nipin tuaj. Kështu që e uroj të gjendet gjua e përbashkët, të gjeni një ndërmjetësim. Shumë faleminderit. Të përqafoj dhe të përshëndes Ariana. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite ora 10 jam live me këtë histori njerëzore. Faleminderit, ju përqafoj dhe takohemi nesër. Mirupafshim.